Që në fakt shpesh herë ne kemi folur për bashkë në studio, po i kthehem bisedën që kemi bërë bashkë, po i kujtoja përpara se nisi kjo bisedë, kur ju vini theksin te problemet e shoqërisë, te problemet e brezit të ri, te problemet se çfarë po ndodh me shoqërinë shqiptare. A është kjo ajo çfarë ndodhi dje një nga problemet më të mëdha që ka shoqëria shqiptare? Po, fatkeqësisht në ngjarjen e djeshme unë nuk kam se si mos ta shikoj të lidhur me tezën që artikuloj tashmë për disa vitesh. Dhe unë prandaj e citova atë sepse realisht është një nga tezat që ja vlen të përmendet. Pra teza ime është që nëse deri tani shoqëria jonë është përballur me një nga problemet e saj më të mëdha që është krimi organizuar, ne do të kemi problem më të madh krimin e çorganizuar. Pra krimin anarkik, pra një stimulim të 97-ës, po që do të jetë më i shtrirë në kohë dhe në efekte, se sa le të themi 97-a që për ato që e mbajnë mend kishte dhe motive dhe mbështetje politike, pra stimul politik, sepse ndryshoi pushtetin mbas të saj, zgjati pak dhe efektet e saj vazhduan sa më tepër, po si le të themi si përplasje, si kaos, zgjati rreth një vit e ca. Kurse situata që po na paraqitet sot në shoqërinë tonë, për shumë arsye, dhe në rastin e djeshëm neve mund të numërojmë një mori arsyesh të tilla. Pra mund të numërojmë duke nisur nga mungesa e besimit që kanë njerëzit tek strukturat e drejtësisë, duke nisur nga gjyqësori, por edhe pjesa hetimore, pra prokuroria dhe policia. Mungesa e besimit të popullit, mungesa e autoritetit shtetëror në këtë pikë, mos vendosja e drejtësisë në shumë raste ndikon ndjeshëm në, le të themi, tendencën që ka njerëzit për vetë gjyqësi. Dhe kemi rastin e djeshëm. Nga ana tjetër, mënyra se si ndërtoj marrëdhëniet me njëri tjetrin. Pra, le të themi, stofi social me cilin po ndërtohet shoqëria jonë sot. Le të themi, kapaciteti që kemi për të amortizuar goditjet, për të amortizuar problemet, dëshira që kemi për të realizuar çështjet pasi të kalojnë disa faza të logjikshme dhe jo për të realizuar menjëherë dhe në mënyrë të vrullshme. Mungesa e këtyre elementeve në shoqërinë tonë sot gjithnjë më tepër na shkakton që vetgjyqësia të jetë gjithnjë më e dhunshme dhe më e vrazhd. Dhe rasti i djeshëm është një rast fatkeq, le të themi, në majat e manifestimit të këtij fenomeni, por shikoni adoleshentët se si fatkeqësisht po e vrasin njëri tjetrin nëpër shkolla për një fjalë goje. Shikoni ato pushuesit, ato biznesmenët apo biznesmenët në thonjësa, që për një vend parkimja, për një vend, ku diun, plazha, për një sempesh tremët në lokal, se si reagojnë, pra me çfarë urgjence, me çfarë intensiteti e manifestojnë dhunën, që kalon shpesh herë dhe në vrasje, në të gjitha moshat, në të gjitha vendet dhe në të gjitha kategoritë sociale. Fatkeqësisht nuk është rasti i vetëm rasti i vrasjes së gjyqtarit, por vrasja së gjyqtarit në sallë, menjëherë pasi jep vendimin është rasti i vetëm. Ne dimë që kemi gjyqtar të vrarë, qoftë edhe për arsye familjare, pra personale, pa nuk ka arritur dot shteti t'i ruaj, le të themi, elementet më të spikatur, më të rëndësishëm të qenies së shtetit, drejtësisë, personat e drejtësisë. Nuk po arrim dot t'i ruaj. Dhe kjo është një diçka që, siç ju e shtruat pyetjen edhe më përshtatet edhe me retorikën time të disa viteve, bashkohet në mënyrë të dhunshme, bashkohet në mënyrë të frikshme për ekzistencën, le të themi, e qetë dhe faqësore dhe pozitive të shoqërisë tonë. Jo se nuk na mungojnë elementet pozitive në shoqërinë tonë, kemi shumë njerëz. Po edhe media merr pjesën e vet, media sociale në radh parë, ato rrjetet sociale që janë shumë impulsive dhe më të pakontrolluar. Besoj Ergys, ndjesjes që ndërpres, besoj edhe ti ke parë komente që ato janë, nuk e di, pas ngjarjes ndodhur, komentet janë ndoshta më ekstreme se vetë ngjarja. Timi, shiko, pikë së pari, ju më thrisni se jam ekspert i sigurisë dhe normalisht unë jam njëri i ligjit. Jam njëri që merrem me politikë, dhe jam një njëri që kam një besim fetar jo të fshehur, por të publikuar. Të gjitha këto më shtyn që të jem një njëri e kuilibruar, aq sa mund t'ja dalësh thjesht e kuilibruar. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Në shoqërinë që kemi. Është e vërtet. Zot na ruaj mendjen edhe këtë. Por
kemi një mentalitet në popullin ton, që nuk është vetëm për popullin ton, po e tregoj në formë barcalete. Pra kur shikon një njeri që po pi duhan tek tabela që ndalohet duhani e dënon atë. Kur shikon 10 njerëz që pi duhan tek tabela që ndalohet duhani i dënon ata, e kur shikon 300 njerëz ndërro tabelën normik. Pra, në qoftë se 90% e komenteve, po jap një përgjigje, një përqindje që e kam të dëgjuar, nuk e kam të matur nga vetja. Thonë bravo i qofte i lumdore etj. Do të thonë kjo nuk është më një këmban alarmi. Kjo është një situatë reale. Kjo është realiteti do thuash ti. Jeton sot shoqëria jonë. Po. Pra, është një realitet për të cilin unë fort po e ngrej zëri që ne duhet merremi me Ministri të Familjes, ne duhet merremi me familje në mënyrë parsorë absolute. Ne duhet shpallim gjendjen e jashtëzakonshme për rini si shtet, pra që të trajtohen në mënyrë prioritare, me fonde prioritare, jo që të vidhen, po që të aplikohen, që njerëzit tanë t'i bazohen traditës, dhe këtu përsëri i kthehemi identitetit tim të cilën e reklamoj dhe e mbroj. Një person që edhe politikisht, edhe fetarisht, i mbështetet traditës së popullit tonë, që është traditë e njohjes së tjetrit, e respektit të jetës, e respektit të nderit jetës, autoritetit dhe pronës së tjetrit. Që t'i rikthejmë dhe një herë këto vlera, të cilat nuk është se po na bjerren vetëm ne si shoqëri. Ka një situatë globale sot që shoqëritë përgjithsisht i vuajnë simptomat të kësaj natyre, ku më shumë e ku më pak. Por në një vend kaq të vogël si ne, mendoj që kemi mundësinë, kemi dhe brumin, edhe stofin e duhur, që ne të marrim masa shumë më dobishme, shumë më efikase, ku shteti luan rolin kryesor si katalizator dhe organizator i platformave pozitive, por ku nuk mund të përjashtoj veten askush si individ dhe askush si shtresë sociale, qoftë shoqëria civile, qoftë komunitetet fetare, qoftë institucionet shtetërore të niveleve të ndryshme apo të natyrave të ndryshme, etj. E kuptoj.